Katër policë të pikës kufitare të Kapshtitës arrestohen për shpërdorim detyre, nuk kontrolluan makinën ku u gjetën 6 kg heroinë. Drejtori i ndërmarrjes së pastrimit në Vlorë dhe disa vartës të tij procedohen penalisht për zjarrin në fushën e mbetjeve, nuk morën masat e duhura. Bie ndjeshëm numri të dypunësuarve në Shqipëri, ekspertët vërejnë se shkak është bërë taksimi i lartë dhe përpjekja për t'i shpëtuar këtyre pagesave. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Hetimet për trafikimin e 6 kg heroinë drejt Greqisë çuan në pranga 4 punonjës të pikës kufitare të Kapshtitës. Ata akuzohen për shpërdorim të detyrës pasi nuk kontrolluan automjetin ku është zbuluar dhe sasia e lëndës narkotike. Ndërkohë policia po verifikon celularin e sekuestruar të shoferit të makinës, i cili dyshohet se punon për një grup kriminal që vepron në Juglindje. 4 punonjës policie në pikën kufitare të Kapshtitës kanë rënë në pranga për shpërdorim detyre, pas aksionit që u zhvillua mesditën e të shtunës nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, ku kapën 6 kg heroinë në një automjet. Punonjësit e policisë akuzohen se me mosveprime dhe në shkelje të ligjit nuk kanë ushtruar kontrolle ndaj automjetit ku ishte fshehur sasia e madhe e drogës. Në prangara edhe drejtuesi i automjetit, Valmir Balliu, i cili e kishte fshehur lëndën narkotike në një vend të ndërtuar enkas brenda makinës. Gjithashtu, gjatë operacionit u sekuestruan edhe 5 aparate celular, 256 fishek pistolete, 20 fishek armë gjahu, si dhe automjeti ku ishte fshehur heroina. Lënda narkotike, sipas policisë, kishte si destinacion shtetin fqinj, Greqinë. Hetuesit po verifikojnë celularin e shoferit, Valmir Balliu, i cili besohet se ishte korrieri i një grupi kriminal që vepron mes Pogradecit dhe Korçës. Në telefon po shikohen të gjitha komunikimet e tij për të hedhur dritë mbi lidhjet me persona të tjerë që janë të përfshirë në trafik. Ndërkohë, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po zhvillon verifikime të mëtejshme për të parë nëse punonjësit arrestuar thjesht neglizhuan detyrën apo janë paguar për të mos e kontrolluar automjetin me heroinë. Kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, do të dalë nesër para gjykatës së apelit me kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë dhe lirimin nga burgu. Seanca do të zhvillohet në orën 14 dhe gjyqtar do të jetë sërish Engert Pëllumbi. Përmes avokatëve të tij, kryebashkiaku Velia kërkon një masë më të butë sigurie, duke ofruar edhe garanci pasurore, por pa përcaktuar një shumë duke ia lënë në vlerësim gjykatës. Velia përmes avokatëve ka dërguar rekurs edhe në gjykatën e lartë për masën e sigurisë, por ende nuk është caktuar data e shqyrtimit dhe trupa gjykuese. Kryetari i Bashkisë së Tiranës u arrestua në 10 shkurt, pasi SPAK po e heton për korrupsion pasiv në 9 raste, si dhe për pastrim të parave. Sot në mëngjes në Tiranë, një 31 vjeçar është plagosur pas një konflikti me fqinjin e tij. Në orën 7:50 në zonën e Alliasit, në kryeqytet, Korrado Teodori, 38 vjeç, ka qelluar me armë në këmbë fqinjin e tij Sandrino Baçi. 31 vjeçari është dërguar me urgjencë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që forcat e policisë po kontrollojnë të gjithë zonën për të kapur autorin e krimit Teodorin. Ende nuk dihen motivet për konfliktin mes dy fqinjve, ndërkohë që grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të plota të kësaj ngjarje. Drejtori i ndërmarrjes së pastrimit në Vlorë, si dhe 4 vartës të tij janë proceduar penalisht pas zjarrit që përfshiu dje fushën e mbetjeve. Ata akuzohen për shpërdorim të detyrës pasi nuk morën masat e duara për shuarje në kohë të flakëve. 5 punonjës të Bashkisë Vlorë janë proceduar penalisht pasi dyshohet se kanë neglizhuar me detyrën në lidhje me zjarrin që përfshiu një ditë më parë, rreth orës 12:30, fushën e mbetjeve urbane në lagje 24 maj.
Në akuzë janë Francesco Tozaj, drejtori i ndërmarrjes së pastrimit, Alpin Skëndaj, përgjegjës i bordit të kullimit, si dhe 3 manovratorë të këtij institucioni, Luanda Lipaj, Endrit Delaj dhe Daniel Islamaj. Sipas policisë, këta punonjës nuk e realizuan siç duhet detyrën, pasi nuk morën masa në kohë për shuarjen e zjarrit, që erdhi si pasojë e temperaturave të larta, duke sjellë ndotje të konsiderueshme. Flakët ndërkohë shkaktuan një re të dendur tymi që u përhap mbi zonat përreth, duke krijuar shqetësim për banorët. Për situatën ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreta, i cili e cilsoi zjarrin si një ngjarje të përsëritur dhe të qëllimshme, që sipas tij synon dëmtimin e imazhit të qytetit në sezonin turistik. Ai ka kërkuar hetim të plotë dhe ndëshkim për të gjithë përgjegjësit, përfshirë edhe institucionet që duhet të kishin monitoruar situatën. Ndërkohë, plazhet e Vlorës ishin në plot këtë fundjavë me pushues, vendas dhe të huaj, por shqetësim mbetet gjithashtu mungesa e vërtetuesve të kualifikuar në plazh. Rritja e temperaturave ka shënuar zyrtarisht nisjen e plazhit në këtë fillim qershori, duke shfrytzuar dhe fundjavën e gjatë, qytetarët kanë populluar plazhet. Por ajo që mungon në këtë nisje të sezonit janë vrojtuesit. Pavarësisht se ligji e detyron praninë e tyre në shumë pika të njohura turistike të Vlorës, mungojnë rojet e kualifikuara. Ka vrojtues? Nuk, s'kam parasion këtu. Është i nevojshëm vrojtues? Vetëm janë këto kullat që që janë 4 kunja këtu, mirë neve që dim note dhe dalim, po më vjen keq për këta. Prandaj duhet jenë vëzhgës këtu. Vrojtuesit nuk e di. Po sot a keni parë? Jo, sot sa kemi ardhur. A keni parë vëzhgues? Dhe tash unë s'kam parë. Turistët duhet vënë në ky zgabim i bashkisë. Apo ai sti no, më zëj tutje. Kullat e vrojtimit janë të dëmtuara, ndërsa incidentet janë gjithnjë më të shpeshta, veçanërisht në plazhet ranore, ku pushues të papërgatitur për natë rrezikojnë jetën çdo ditë. Vetëm një ditë më parë, një 13 vjeçare rrezikoi të mbytet në plazhin e vjetër. Vëkumia e që ka dalë thotë që vetëm strukturat që ofrojnë akomodim mund të kenë leje për ushtrimin e një stacioni plazhi privat. Kjo krijon një boshllëk të madh në pjesën e plazheve publike, të cilat që janë pa vrojtues plazhin në këtë moment. Ndërkohë për Devi Gjatën, trajner sigurie në plazh, thotë se vrojtuesi është një profesion i domosdoshëm dhe nuk duhet neglizhuar në plazhe. Incidentet më të përhapura zakonisht janë në plazhet ranore, ku ne asim edhe pjesën e brigjeve, shumica e personave që humbin jetën apo kanë rrezikshmëri, le të themi, janë personat që nuk dinë. Në plazhet ranore ata ecin për shumë metra dhe në momentin që ka ultësira ose ka gropa thice apo brigje që ulën, i zë paniku dhe krijojnë rrezikshmëri, le të themi. Krahas mungesës së vrojtuesve, shqetësimi janë dhe mjetet lundruese që shpesh lëvizin pranë vijës bregdetare duke rrezikuar pushuesit. Autoritetet kanë paralajmëruar se do të vendosin gjoba bëshkelsit, por në terren zbatimi mbetet i kufizuar. Pushuesit që zgjodhen Vlorën për të kaluar këtë fundjavë, ndërkohë janë përballur edhe me një trafik tepër të rënduar. Zonat më problematike sa i takon qarkullimit ishin në lungomare dhe rruga transballkanike. Rritja e ndjeshme e numrit të vizitorëve që kanë zgjedhur Bregdetin për të pushuar ka ndikuar në rëndimin e trafikut. Edhe në lungomare, edhe në rrugën transballkanike ka patur forca të shtuara të policisë rrugore dhe të rendit, të cilat janë angazhuar për të lehtësuar lëvizjen dhe për të mbajtur situatën në kontroll. Por tashmë që sezoni turistik ka nisur për qytetin e Vlorës, pritet që dhe në fundjavat e ardhshme pushuesit të përballen me të njëjtën situatë. Edhe Durrësi ishte zgjedhja e shumë pushuesve këtë fundjavë. Në këto ditë të para të qershorit, 90% e kapaciteteve të hoteleve në qytetin bregdetar ishin të prenotuara. Durrësi ka hyrë zyrtarisht në muajin e sezonit turistik dhe fundjava e parë e qershorit solli një dyndje të madhe pushuesish nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni. Temperaturat e larta dhe moti i qëndrueshëm kanë krijuar kushte ideale për plazh dhe relaks buz detit. Pushuesit vendas dhe huaj shprehen të kënaqur me pastërtinë, infrastrukturën e përmirësuar dhe shërbimet në rritje që ofron qyteti bregdetar. Shumë mirë, në kam marrë
dhe herë tjetër dhe më pëlqen shumë si vend. Këtë herë është më mirë, më pastër, më bukur, më qetë. Unë jetoj në Angli, po kam marrë pushime ke motra. Vit për vit në Durrës. Mua më pëlqen gjithmonë Durrësi. Jam këtu me familjen time, edhe vitin e kaluar kemi qenë sërish këtu. Ka 4 ditë që kemi ardhur në Durrës. Hoteleritë në Durrës rezultojnë të prenotuar në mbi 90% të kapacitetit për këtë fundjavë. Operatorët turistik raportojnë interes të lartë edhe në vijim nga pushues, vendas dhe të huaj. Për të dytin vit radhazi, qyteti i Shijakut është mbushur me motoristë shqiptarë si të ardhur nga Europa, madje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky event është pasuar me një koncert, ndërkohë që motoristët vijuan paradën e tyre edhe në Durrës. Mbi 2000 motoristë krijuan një atmosferë elektrizuese në Shijak në një festë që tejkaloi kufijtë e pasionit për motorët. Parada e motorëve që nisi nga Shijaku dhe vijoi drejt qytetit të Durrësit, lodhi pjesëmarrës nga gjithë Europa dhe madje edhe nga Amerika e largët, duke kthyer ngjarjen në një spektakël ndërkombëtar. Bëhet një aktivitet motoristik, një rëdune motorësh që do nisemi nga Shijaku, do shkojmë në drejtim të Durrësit, do bëjmë një paradë bukur, do kthehemi këtu prapë në Shijak edhe do bëjmë fest. E shoh që kanë ardhur nga Italia, Zvicra, Hollanda, Suedia, Kosova, Maqedonia. Ky është viti 4 radhazi që organizohet eventi Motorfest, ku për 2 vitet e fundit mikpritëse ka qenë Bashkia e Shijakut. Ato nuk janë thjesht motoristë, ato janë 2000 njerëz qytetarë që janë ambasador të shteteve të tyre, janë ambasador të qyteteve të tyre. Në një farë mënyrë promovojmë turizmin e butë të Shijakut, elitar, dhe jo vetëm Shijakut, të qarkut të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Pas paradës spektakolare, festa vazhdoi me ritmet e një koncerti ku performuan emra të njohur të artist shqiptar. Atmosfera u pasurua edhe më tej nga performanca energjike e trupës së ansamblit rinor Shijak, që solli një ngjyrë të veçantë në qendër të qytetit. Vitin që lan pas, numri i personave që bëjnë 2 apo dhe më shumë punë arriti në 35.000. Kjo në fakt është një shifër gati 50% më pak krahasuar me vitin 2020. Ekspertë të fushës thonë se individët po shfrytëzojnë hapësirat ligjore për të shmangur detyrimin e taksave, por jo vetëm, shkak është edhe emigrimi. Vit pas viti numri të 2 punësuarve që kanë për detyrim të deklarojnë të ardhurat për efekt tatimi ka ardhur në rënje. Nga 124.000 shqiptarë që deklaruan të ardhurat për vitin që lan pas, 35.000 prej tyre ishin të 2 punësuar. Nëse do të referohemi të dhënave në vitin 2021 që i korespondojnë të ardhurave të vitit 2020, zyrtarisht ishin 68.000 të 2 punësuar, por kjo shifër në vitin që lan pas ka rënë me gati 50%. Ekspertët e fushës kanë disa argumenta për këtë situatë. Në radhë parë janë njerëzit të cilët punësojnë, janë të 2 punësuar, pra njerëzit që punojnë fort në përgjithësi kanë filluar edhe të largohen nga Shqipëria. Një arsye tjetër është që një pjesë e të 2 punësuarve në kuadrin e ligjit të ri janë ambientuar në ligjin e ri, kanë filluar të shohin hapësirat e mundshme ligjore dhe i kanë shfrytzuar këto hapësira ligjore duke titërsuar formën e tyre të aktivitetit ekonomik nga të 2 punësuar në biznese të cilët dëshojnë fatura. Një arsye tjetër mund të jetë edhe fakti që tatimi është i lartë. Paralelisht, ekspertët janë të mendimit se duhet të ketë një progresivitet edhe më të madh në drejtim të kufirit të pagave apo në rishikimin e normës së tatimit. Dhe gjithë vendet e Evropës ka një sistem progresiv për taksimin e pagave. Nuk është se sistemi progresiv nuk ekziston. Dhe gjithmonë të 2 punësuarit, kur kalojnë skedulet e tatimit, se rezultati i bashkimit të pagave, eventualisht paguajnë gjë plus. Nuk se nuk ndodh një gjë e tillë nëpër vendet e Evropës. Dhe sistemi tatimor mund të rregullohet në këtë pikë për shembull duke rritur 200.000 lekë, duke bërë pak më të lartë, ose për mendimin tim duke e zvogluar 23%, jo në nivelin 23%, por deri në nivelin 15-16%. Këtë vit 124.000 individ deklaruan të ardhurat e tyre. Sipas ekspertëve, kjo shifër konsiderohet e ulët, pasi numri i qytetarëve me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion është edhe më i madh.
Festivali i karnavaleve krijoi një atmosferë të pazakontë në qytetin e Korçës. Bulevardi qendror dhe pazari i ri janë mbushur me tingujt e muzikës dhe ngjyrat e kostumeve që kishin veshur grupet pjesëmarrëse. Korça ka qenë sërish në qendër të vëmendjes kulturore me organizimin e edicionit të 18 të festivalit ndërkombëtar të karnavaleve. Ngjarja, e kthyer tashmë në një traditë, ka sjell këtë vit një numër të konsiderueshëm grupesh artistike, jo vetëm nga Korça, por edhe nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë. Drejtoresha e Kulturës në Bashkinë e Korçës, zonja Zajmira Kita, u shpreh se ky edicion ka qenë i veçantë si për nga pjesëmarrja, ashtu edhe për kostumografinë dhe risitë që sollën grupet pjesëmarrëse. Kemi 6 grupe të huaja, sepse Bullgaria ka 2 grupe bashk, ndërkohë kemi Greqinë, kemi Malinezi, Maqedoninë e Veriut dhe për herë të parë në karnavale Polonia. Kemi dhe 22 grupe të Korçës që siç e pat ka rreth 60 kostume të reja që nuk janë parë herë të tjera, janë 400 persona të veshur në paradë, ndërkohë që shumë publik ka jashtë. Dhe jo vetëm qytetarë të Korçës, më ka bërë përshtypje se më kanë ndaluar në rrugë edhe të huaj, edhe të tjerë nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Festivali është pritur me entuziazëm nga banorët vendas, por edhe nga vizitorë dhe turistë të shumt. Karnavalet jo vetëm janë entuziazmi i qytetit, që tregojnë edhe të gjitha grup moshat të vegjël si edhe të rritur, vinë këtu dhe tregojnë epoka të ndryshme, kultura të ndryshme, i tregojnë duke u bërë vetë karaktera, duke i dhënë frymë kostumeve të tyre. Është një nga ditët më të bukura të vitit, se janë karnavalet më të mëdha që bëhen në Shqipëri. Dhe jemi të lumtur që jemi pjesë e karnavaleve. Më e bukur se kur. Nuk ka ku të shkoj më bukur se sa karnavalet e Korçës. Ne jemi vetë korçar edhe jetojmë në Tiranë, kështu që patjetër që traditat janë shumë bukura dhe dua t'ia përcjell të gjithë fëmijëve. Grupet e karnavaleve kanë përshkuar bulevardin Republika për të përfunduar më pas në pazarin e vjetër të qytetit, ku atmosfera festive arriti kulmin mes muzikës, ngjyrave dhe energjisë së pjesëmarrësve. Ky festival vazhdon të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të qytetit të Korçës, duke promovuar jo vetëm artin dhe traditën, por edhe turizmin e qytetit, si një destinacion i rëndësishëm kulturor, jo vetëm në Juglindje, por në të gjithë Shqipërinë. Orkestra Simfonike e Shkodrës dhuroi emocione me shfaqjen e radhës në skenën e teatrit Migjeni. Në drejtimin e dirigjentes Elda Laro janë interpretuar pjesë nga disa prej kryeveprave muzikore. Nga perëndimi në lindje, ishin tingujt muzikor që ngjitën kryevepra botërore dhe të muzikës shqiptare në skenën e teatrit Migjeni. Orkestra Simfonike e Shkodrës, pas procesit të riformatimit, solli në ndrejtimin artistik të Elda Laros të parin koncert të saj. Dirigjentja, pianistja dhe muzikantja e njohur shqiptare Elda Laro nuk i fsheh emocionet e këtij rikthimi në qytetin e lindjes, tashmë duke dhënë një kontribut konkret për artin në Shkodër. Ky koncert theu akullin e të tjerëve që e presin këtë skenë, ku i radhës është ai me tenorin me famë, Sajmir Pirgu. Zemra rreth shumë më fort se kudo tjetër. Domethënë në skenën e tjetër të botës unë dal, kam atë emocionin tim, po këtu domethënë rriten, domethënë komplet zemra më rreth shumë fort, edhe sigurisht domethënë më kthy qytetin tim domethënë të lindjes, është një emocion që nuk ka koment, domethënë është diçka e rrallë. Krah Orkestrës Simfonike në skenë interpretoi disa prej këtyre kryeveprave, edhe sopranoja e njohur Ana Naqe. Patjetër, njeriu ka gjithmonë emocione, por Shkodra, siç thon shkodranët, është sheqer, është një nder i madh të performoshme Elda Laron. Ajo është një nga artistët më të mëdha që unë njoh në jetën time, në karrierën time dhe gjithë bota e njeh dhe e nderon. Ky koncert i Orkestrës Simfonike të Shkodrës solli për publikun emocione të veçanta dhe duke dëshmuar edhe një herë potencialin e madh artistik që Shkodra ofron. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.